Shpenda Meti na ka martu, Po. edhe ajo zyrtarja që i përgatiste letrat gjatë procesit të kunorzimit, tha e kish për detyrë me pyet nëse do me thënë cili është mbiemri. Edhe se mbaj mend saktë që kanë qenë fjalë, por diçka si a je sigurt që do me majt mbiemrin ton? Edhe di që Shpendi ka thënë ashtu, more mirë është nëse Dardani se ndron të vetin në këtë proces. Kështu që anë po duhet vetë njëherë që është më kujnë nuse në deqan. Se harroa me të vetë ka fillimi. Unë s'di që kom nusnu në i moment në deqan, s'jo me sigurt. Që kjo është mirë, që të ferë është. Të bëllës të kara me vesha të teshat në deqan. Jo. A ki pas qef nëse, do më thonë të kishë propozu me vesh, a i kishe vesh? Unë s'kom pas qef kura si fmi me bo rolin e nusës nuk më ka tërheka si fmi. E di që në lagje kanë lujt qikat, kanë lujt nusesh, në ly edhe po, unë as si fmi nuk më ka pëlqy. Më ka pëlqy ma shumë nështë ta, s'pëdi, kemi lujt si shkolla, pra më ka pëlqy me qenë mësuse. Do më thonë tëna herët e pas ke pas që të menim? Po, që me mujt dishur me mësu diçka dhe me ligjeru. Larkë ty në sen, në mësa ma larkë. Kështu që one edhe që amboni për shtypja ke mbiemrin që ju besoj keni bukunor. Po, mbiemrin e Dardanit nuk e ki marë. Jo. Atë ka thonë e herë në i kushto se shushqinia ose pse se morë mbiemrin e Dardanit. Edhe kjo s'ka qenë kur në i mendim që më ka shku në përmen as si qikere, as si gru e rritun me ndru mbiemrin, po veçanarisht do shme barë parasysh na imi martu kemi bo kunor në 2019. Unë kanë Ministre e Arsimit me emrin dhe mbiemrin tam, Dardani ka qenë deputet këtu me emrin mbiemrin e vetë, që as nuk ka qenë temë diskutimi. Fakt pas ka qenë temë diskutimi. Shpenda Meti na ka martu, po. Edhe ajo zyrtarja që i përgatiste letrat gjatë procesit të kunorzimit, tha e kish për detyrë me pyet nëse do me thënë cili është mbiemri. Edhe se mbaj mend saktë që kanë qenë fjalë, por diçka si a je sigurt që do me majt mbiemrin ton? Edhe di që Shpendi ka thënë ashtu, more mirë është nëse Dardani se ndron të vetin në këtë proces. Kështu që patëm qesh pak për këtë sen. Po më keshe që tash, para me ndonë nëse Dardani e kish marrë mbiemrin tënd. Edhe kish marrë nështë atë të kisha misi stupesh ma shumë, po jo s'ka kur farë nevoje për këtë sen. Kështu ka punë të shpisa të ndihmon a i tro? Se me shkapishojmë videot për mdokët që të ndihmon. Qëre, a i ban pjesën e vetë, unë e bëj pjesën teme, mi mundu mi nda pak në fillim, që e në punë që i bojmë se cili pak ma letë. A që tash, unë nësë jam të bo kur gjo, kështu që të krejt që është të u bo në shpe, është të u bo Dardani. Apo ka vështirë më mirë me qiken, se bura diqysh ma vështirë e kanë me rrit një fmi. Nuk e ka vështirë, sidomos mas ju shtërhek prej kësaj pjesës publike të punës së ti, edhe i shkon shumë muhabeti, janë shumë shok, kështu që jo, po funksionon mirë. Nëse ti dhe Dardani kishit kandidu me partit të ndryshme, a menon që cili kish fitu ose, si përfundim, nashta kishim ujtë me bu koalicion me njën e tjetër? Jo, s'kishim garu kur me partit ndryshme, është shumë kur të pajtosh me dikën ideologjikisht, kur në nivel vleror jeni në pikën e njëjtë, është e pamundshme me garu me partit ndryshme. Koaliciona kishit mujt me bu? Po s'kishëm rriqë aty heq, s'pëdi që me thonë, nuk është e mundur me garu me partit ndryshme, kur je tu punu në temat e njëjta, kur i ki paka shumë perspektivën e njëjtë, qasin e njëjtë ideologjike.